Përfaqësues të grupimit qytetar në një protestë para kryeministrisë i bën thirrje qeverisë që ta anullojë vendimin e miratuar për riciklimin e mbetjeve, pasi kjo sipas tyre do të sillte shkatërimin për vendin. Absolutisht jo importi të plerave. Për arsye se kjo do të ndoste përfundimisht Shqipërinë dhe ne kur nuk do të arrinim të integroheshim në Europë me dinjitet. Më pas ditra pjesëmarrës të ndryshëm nga të cilët disa ambientalistë dhe përfaqësues të shoqërive civile dhe rinia aktive morën fjalën dhe kërkuan që qeveria të reflektojë rreth këtij vendimi. Të anullojmë këtë vendim Këshillit të Ministrave. Në radhë të parë, ne ngulnim shumë fort te pjesa që të pastrojmë një plerat tona dhe më pas mund të shifet. Legjislacioni duhet të jetë vetëm për këto të fundit dhe jo për ta bërë Shqipërinë destinacionin e radhës. Grupimi i reagimit qytetar ndërkohë dhe një ditë më parë i drejtoi një apel qeverisë dhe pushtetit vendor që të përfshihet në një fushat kombëtare apo lokale për të pastruar Shqipërinë nga plerat. Sipas tyre, protestat do të vazhdojnë derisa qeveria të kuptojë se ky është një vendim i mbrapsht. Në këtë thirrje u bashkua edhe Ardian Klosi, i cili deklaroi se kjo është rruga më e gabuar dhe një veprim i gabueshëm i qeverisë.